Vajdes në kujdesin e kryebashkiakut Kristian Shkreli ka festuar për të 4 vit radhazit ditën e emigrantit, një aktivitet tashmë i kthyer në traditë dhe një nga momentet më të veçanta të verës për familjet që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Fusha sportive në Bushat u kthye në një hapësirë feste ku emigrantët dhe banorët e zonës u bashkuan për të kaluar një mbrëmje mes muzikës, emocioneve dhe argëtimit. Luizelli ishte surpriza e parë e mbrëmjes. Këngëtari shkodran vlerësoi simbolikën e kësaj dite duke shprehur mirënjohje për emigrantët shqiptar që pavarësisht largësisë vijojnë të mbeten të lidhur me vendlindjen dhe komunitetin e tyre. Gjithë duhet me thonë emigrantave se mos me kenë ata gjysa më tepër s'do ishin këtu, se ata punojnë 3 fish do me thonë për veti, për njerëzit e tyre, po edhe për ata që janë këtu, kështu që jena mirë njohës ta jetën, Zoti ju bekoft, e di se sa vështirë është, por ç'a me bë? Kena me të fukarej, që kena ju. Mos u lani punoni, si më thon. Aurela Gaçe me AG Band performuan live për publikun deri në mesnatë duke ofruar një mbrëmje të paharrueshme. Unë dua të falenderoj me zemër Bashkim e Vaut Dejës që bëri këtë ftesë speciale për mua sot, që të jem mes jush. Është hera e parë që ndodhem këtu dhe jam e nderuar dhe shumë emocionuar që ndodhem mes zemrave tuaja. Nuk e kisha takuar asnjëherë kryetarin e bashkisë, por ja që me sa duket edhe ai më ka qef, prandaj dhe më ftoi ndaj e dua një duar trokitje. Dita e emigrantit synon të përcjell mirënjohjen për kontributin e emigrantëve dhe rëndësinë e lidhjes së tyre me vendin ku kanë lindur dhe janë rritur.